Mirë, rikthehemi në Real Story, me mua në panel është bashkuar dhe Trashëgim Sokola, gazetari vjetër i Kronikës, tashmë i bashkuar dhe këtu në stafin tonë ABS News. Mirë se na erdhe në të gjitha aspektet. Trashëgim, atëherë ti e ndoqja besoj seancën sot, ishte një ditë gjyqi për Dumani, po dhe për gjithë epokën e tij apo jo? To 3 vjeçare. Po patjetër që ishte një gjyqi personalisht për atë, por edhe për le të themi bilancin e SPAK-ut, por më tepër se sa një ditë gjyqi me parlamentin apo me deputetët, në fakt unë e pash më tepër se një ditë gjyqi me publikun që pret shumë nga SPAK-u, edhe për shkak të mbrojtjes që ka marrë SPAK-u, të buxhetit që ka marrë, të pushtetit që ka marrë, dhe ishte një rast që në sytë e publikut zoti Dumani të fliste hapur për sukseset edhe për problematika, sepse ai renditi disa problematika, jo të gjitha. Megjithatë, ajo që u vure ishte që mënyra se si u artikulua politika, ose ajo pjesë e politikës që vendosi të komunikoj aktivisht me të, ishte një nivel shumë banal, le të themi. Nuk prekën problematikat kryesore që SPAK-u ka, ose që edhe vetë zoti Dumani ka ngritur, si që është për shembull disa presione që ai përmendi disa herë nga krimi organizuar, për të cilat normalisht duhet ishte një sinjal i kuq për të dy krahët e politikës. Por nga ana tjetër edhe nga krahu i maxhorancës munguan disa pyetje dhe për shembull ju e diskutuat këtu më herët 21 janarin. Për shembull unë kam ndjekur artikulimin që bëjnë përfaqësues të maxhorancës çdo përvjetor të 21 janarit, ku thonë që është çështje drejtësisë, është çështje gjykatave, është çështje prokurorisë. Unë mendoj që unë ka këto 2 vite fundit kam vetëm i pyetur për ato trëndafilat. Janë trëndafil real apo janë trëndafil nga ato që na epshin parakalimet e 1 majit, ato prodhim kinez? Po. Besoj se sot ishte rasti që politika ta sensibilizonte zotin Dumani që kjo çështje pret një përgjigje. Është në dorën tënde dhe pret një përgjigje. Kuptohet që është një hetim i vështirë. Zoti Dumani është marrë me këtë çështje edhe kur ishte prokuror apeli, nuk është se nuk e njeh si rast. Po, s'është marrë që pa diskutim që po, por besoj që SPAK-u sot ka të gjitha mundësitë që t'jap një përgjigje për atë që është, le të themi, një nga ngjarjet apo dosjet më të nxehta, ngjarjet më të rënda që sot SPAK-u ka. Po kështu është për të theksuar fakti që nuk doli në pah një element tjetër që numri i zyrtarëve të lartë që zoti Dumani përmendi për ndjekje penale nuk është në ato nivele që kërkohet. Po ju përmend vetëm një rast, Kosova nuk ka fare SPAK dhe sot arrestoi në zyrë një prokuror. Zoti Dumani nuk e ka bërë këtë gjë deri tani që po flas. Karamuçi thot duke patur dhe indicie për rrjedhje informacioni duke pasur indicie brenda institucionit. Nuk kemi prokuror të arrestuar në zyrë, nuk kemi gjyqtar të arrestuar në zyrë, nuk kemi drejtor. Po, nuk kemi drejtor policie të arrestuar në zyrë dhe sikurse e tha dhe profesori, kemi një dosje të Sky Encrochatit që është segmentarizuar dhe është ndarë në disa çështje, nuk ka një, le të themi, një panoramë të qartë të organigramës dhe të lidhjeve të krimit me biznesin edhe me elemente të tjerë të shoqërisë, ku në fakt mesazhet që dalin dhe që përdoren edhe për shantazh janë të frikshme. Besoj se SPAK-u ka përgjegjësinë që jo vetëm përballë publikut shqiptar, por edhe përballë partnerëve gjerman dhe francez, spanjoll dhe holandez, edhe belg, të cilët ja kanë dorëzuar këtë dosje, me shpresën që SPAK-u do të veprojë. Dhe pavarësisht se Eurojusti e ka cilësuar SPAK-un si një rast suksesi, besoj që dërgimi i kësaj çështje në fund është një përgjegjësi shumë e madhe për SPAK-un. Frok, sot u forcua bindja që SPAK-u në rastin më të mirë influencohet politikisht, pra kompleksohet politikisht. Dhe këtu shtrohet pyetja what next, pra çfarë do ndodhi më pas. Pra zoti Dumani sigurisht që i dha një profil shumë të lartë SPAK-ut. Pra sot mund të diskutojmë për bilancet e tij, por një nga bilancet e padiskutueshme është që i dha një profil publik që nuk e kishte në 3 vitet e para. Por sot jemi tek ajo dilema, kush e kontrollon kontrolluesin, që është një dilemë që e kanë hapur kryesisht qarqe që janë nga të dyja palët, dhe nga ana tjetër ka një kërkesë në rritje të perceptimit publik që SPAK-u të jetë sa më i pavarur në punën e tij. Pra, çfarë ndodh kështu si e pam ne këtë bilans, siç e lexuam sot nga faktet, nga mënyra si foli, si u shpreh Dumani. Pra,
si parashikon, si duhet të jenë të rivjedhashme, sepse kjo nxjerr edhe profilin që i duhet SPAK-ut në drejtues në titri. Po e marr fjalën nga ajo që thatë ju që kërkon me çdo kusht të jetë sa më i pavarur. Publiku. Qysh prej fillimit, në disa prej parimeve themelore që ka shteti, SPAK ka dëshmuar se po i shkel parimet dhe po devijon shumë instrumente të shtetit. Duke kërkuar pavarësi, si thua në ajër, po pavarësi të plot, SPAK e deformoi realisht qëndrimin e tij në raport me gjithë instrumentet e tjerë superior të shtetit. SPAK, siç e kemi dëgjuar në gjithë edhe kemi përfolur, SPAK krijoi përshtypjen shumë të gabuar se ne jemi republikë prokurorësh. Gjë që do të thot një grush shteti brenda shtetit, gjë që do të thot një deformim total i votës së publikut, gjë që do të thot një dalje krejtësisht jashtë Kushtetutës së Republikës, gjë që do të thot deformimi i Republikës nga natë Republikë që është parë vetëm te Pinocheti dhe te republika tjera. Këta nuk e kuptojnë ndoshta se çdo thot ta konsiderosh veten Republikë e prokurorët. Çfarë ndodhi me ta? Sot praktikisht desha të them, ndodhi një për herë të parë që këta u paraqiten në kuvend. Nuk kanë shkuar dhe ditën që është celebruar kuvendi, e kanë parë me neveri parlamentin, e kanë parë me neveri instrumentet e tjera të shtetit, dhe në radhë të parë këta janë prodhim i parlamentit. Dhe kanë për detyrë të domosdoshme të shkojnë dhe të rrinë kokullur para parlamentit. Se duke shkuar ashtu, zhvishen nga kompleksit e tyre. Absolutisht po. Shiko, kuvendi, lutem, ta që edhe në fund. Kuvendi mban sovranitetin e sovranit. Me deputet të emëruar. Shënësi ka deputet pa emëruar, mund t'jenë deputet të ardhur nga Afrika. Janë deputet të zgjedhur nga popull. Jo, lutem, ja kështu deformohet e tërë. Ti mos e prano, po. Kështu deformohet tërësisht. Dëgjoj, kjo është populiste. Kjo që thoti njerë për t'i bërë, do t'i bësh shefin sa njerëzve të pazari ri. Shko te pazari dhe thuaj, ore, do ngrem gjukat, do ngrem prokurorin kundër parlamentit. Është nonsens. Është pa dituri gjëja më vogël është padituri. Pastaj pjesa tjetër është një qëllim krejt i keq i shëmtuar për ta shembur Republikën nga brenda. Jo, prit. Dhe pastaj kompleksiteti, se ka të drejtë Froku, ka të drejtë në një aspekt, që ne faktikisht e kemi të ndërtuar keq sistemin. Bje fjalla, prokurori, nuk është faj prokurorët, po da e zosh kushtetutën që kanë miratu këta në 16. Prokurorët faktikisht bëhen Republikë, balanca e prokurorët e SPAK-ut, një pushtet. Prokurorët e SPAK-ut bëhen Republikë e prokurorëve, se faktikisht ata hierarkin nuk ekziston, s'kam prokurorët përgjithshëm, e para. KLP-ja nuk futet dot në punët e tyre. Edhe s'futet dot. Iledeja, që themin e Iledeja ka... Gjithë sistemi është faqe zedë. Edhe në një sistem që është këshu i ndërtuar kaq keq, në një kohë që në vendet tjera të botës dhe në vendet ku edhe ne duam të shkojmë, prokurori është pjesë e organit ekzekutiv. Prokurori është akuzë shtetit, nuk është ai gjykata. E ngatrojmë jashtëzakonisht edhe pavarësinë e gjyqësorit. Ka një problem shumë madh. E di çam kujton kur thu këtë, më kujton Sali Berishën, i cili nëse ju, besoj juve ju kujtohet, në kohën e shkarkimit të Doris Sollakut, pat hedhur iden që tha, për mua tha do doja ta që prokurorit të ishte pjesë e kabinetit. Në parim, a i ka drejt, po tani e imaginon që ka i të kishtë atë prokurorin e përgjithshëm tavolinë, Sali Berisha që problemi është që ne tani marim me njerës, ne i shikojmë me njerës. Po jo për Berishën, po institucioni është institucion, njeriu është njeri, ne ngatrojmë, me që nuk kemi njerës të përshtatshëm, atere e marim sistemin e deformojmë. Vetëm një gjë, pse SPAK-u kur nuk ngriti një çështje të stabilitetit vendit?
kur nuk rriti një çështje të madhore. Spaku e ka përgjegjësinë? Po Spaku ka përgjegjësinë. Grushtit e shtetit, po ju gjithmonë do merren me pjesë fundore të këtij shteti të korruptuar dhe të kriminal. Rreziqet që skandaloze që ne presim që Spaku të bëjë shtetin shqiptar. Po Spaku është prokuroria. Po do ta bëj se janë në rastin konkret. Momenti që Spaku prish Ferhatin këtij shteti, do të hyjë kokulur në parlament. Dgjoj, e ke në gjithë fushën që Moska ka hyrë në Tiranë, ka hyrë në Shqipëri, Rusia dhe po vepron. Ku është Spaku? Po shiku ku? Ka hyrë në gjithë. Bashkë do bashkëpunojnë. Spaku se është bashkëpunim me vendet po se bashkëpunojnë sepse ne në krye të këtyre institucioneve, në krye të këtyre shërbimeve ne vëm njerëz që edhe në profesioni vet atje brenda ku janë s'marrin vesh, po nga ana tjetër nuk dinë ç'është Shqipëria. Kur është hetuar një ata s'din kush është, do të ç'është Shqipëria këtu. Se po shifra sot që është zgjedh që ka emëruar një drejtor porti, një ish ministër i Albin Kurti. Tash, nëse do shkojmë të marrim të emërojmë njerëz për inat X apo Y, ndaj po them, tu mori fushë shtete pastaj. Parimet e shtetit. Po do se për rreth, po marrin. Aty hajë se është gjë tjetër, aty është gjë tjetër. Aty janë gjëra vulgare. Problemi është që Spaku të bëhet garanci, prokuroria hetimi të bën garanci kundër spionazhit, kundër tradhtisë kombëtare, kundër shitjes së interesave të vendit, gjë që ndodhin edhe kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin. Po patjetër janë tjetër edhe me afera korruptive. Kundër bashkëpunimit me botën islamike që e ke tërësisht gjithë ditën ora kanë bashkëpunuar me Iranin gjatë periudhës që Irani luftonte Shqipërinë. Ku është se jemi drejt mbylljes. Sot prokurori përgjithshëm Osian Çela ngriti një çështje, cilën ngriti, më thatë ju, se unë nuk e dëgjova, e kishte ngritur dhe zoti Xhafa. Pra, ideja që shumë prokurorë kryesisht të rinj janë të tentuar të shkojnë drejt masave ekstreme të sigurisë. Çka shkon kundër, tha prokurori Çela, edhe ndaj qasjes tonë perëndimore. Pra, le të themi, një dosje mund të hetohet ai edhe pa i futur gjithë brenda në burg. E kishte sigurisht për zyrtarët e lartë. Pra, si e komentoni këtë? Sepse janë të lidhura patjetër, sepse unë besoj që ai nuk e përmendi me emër, zoti Çela, po besoj që përfshinte edhe prokurorët e Spakut. Po, as i diskutoj, sepse zoti Çela gjithmonë përpiqet të godas brenda sistemit, çka unë e kam thënë edhe herë tjetër që nuk është në nderin e tij, sepse ai i ka mjetet për t'i rregulluar këto gjëra. Ne mund të bëjmë ne këtë kritika nga jashtë sistemit, pa ai nga brenda sistemit është e pafarshme, sepse s'është hera e parë që ai ngre kritika për struktura të tjera. Është për të ardhur keq sepse shumë prokuror ai direkt dhe indirekt ka në dorë për të nxjerrë udhëzime, për të nxjerrë orientime se si mund trajtohen çështjet ndryshme dhe vepra penale, siç ishte skandaloze distancimi që pati ai me prokurorin për arrestimin e avokatit në Elbasan, që tha ishte prokuror i ri dhe e mori si shembull, po. Mua më duk skandaloze sepse kurse si një kryetar i një strukture nuk mund të lëshoj stafin e tij dhe ta demotivoj ose dhe ta ul duke thënë që ishin të rinj. Unë e rithem edhe një herë, unë kam qenë pro ndalimit të atij avokati që nga momenti i vrasjes së gjyqtarit Kalaja dhe të agresivitetit që kanë avokatë të ndryshëm dhe politikanë të ndryshëm kundrejt strukturave drejtësisë, nuk duhet të ketë asnjë tolerim dhe asnjë lloj justifikimi. Nuk di pse s'jam dakord me Briseidën këtu. Nuk jam dakord sepse nuk kuptojmë dot ne zanafillin e kësaj pune, dhe zanafilla është shumë banale. Po duhet ta kuptosh, duhet jesh brenda sistemit, që jo vetëm ta kuptosh, por edhe duhet ta thosh, ta thuash me zë të lartë. E di pse kemi neve 90% të rasteve këtu në Shqipëri që kemi vetëm masa arrest me burg, na prokurorët këto kërkesa, thjesht dhe vetëm për korrupsion. Sepse u kryua me ata plepaxhinjt dhe plepaxhinjt çfarë thoshin? Rasit gjithë në burg, dhe kur vi problemi tani, ky pandeuri që... Ja thoshe doktore. Po, ky që neve e arrestojmë tani, e morëm, e ndaluam dhe i dha masën e sigurimit arrest me burg pa afat. Të tërë njerëzit tani do bëjmë përpjekje të jashtëzakonshme që të mos vënë në arrest me burg, edhe do fillojmë pagesat e majme. Dhe paguheshin prokurorët që të mos e jeprin masën e sigurimit arrest me burg. Se po se dham masën e sigurimit arrest me burg, po se kërkoj prokurori... Shumë rrallë vendos gjykata. Gjykata masën e sigurimit që jep prokurori e zvoglon. Po kur në kurës nuk e rrit dot. E ka rritur një herë, po kryesisht shkon drejt uljes, po e drejtë. Jo, po bje fjala prokurori vetë thot, detyrim paraqitje, i thot.
gjykata nuk e çon dot në arrest shtëpie, nuk e çon dot kurrë në arrest me burg. Është ndaluar rreptësisht. Në rast se prokurori e çon arrest me burg, gjykata e çon edhe arrest shtëpie, e çon edhe detyrim për aqitje tjera. Pra, kjo është sistemi. Dhe këta tani për ta bërë korrupsionin edhe bashkë me gjykatën, atëre arrinin, jep sa më shumë masa sigurimi arrest me burg dhe njerëzit do të ndoheshin. Parat shkojnë në gjykatësi dhe pastaj ndajnë bashkë. Dhe pastaj, jo, i merr prokurori fillimisht nuk merr gjë. Po pra, i merr gjykata. I merr gjykata që do t'ja uli. Po Raman, herën tjetër, pastaj unë, si i person që po hetohem, unë do vetet e prokurori, e beje sapin më mirë me prokurorin, që të mos m'japi ai arrestin me burg, po t'japi ai mua detyrim paraqitje, i merr ai dhe gjykata nuk e rrit dot me. Kjo është nga më banalet që ka, dhe nga ana tjetër, dhe kjo tani, kjo krijoi tani atë që vendi parë mund të jemi në botë, do thoshja, jo në Europë, për masat e sigurimit arrest me burg pa fat. Të jashtëzakonshme e kemi bërë të zakonshme. Deri aty sa edhe atë avokatin që turp më të madh nuk ka, për një kanosje, do më thënë që ka dhe gjobën, ti do ta marrësh da çosh arrest me burg. E mbaruar fare. Birsida, më gjata që ta përgjigjsojmë. Që ta përgjigjsojmë. Që se nuk kemi se kur prokurorin Çela dhe zoti Xhafaj. Prit pa një sekondë, për këto duat politike kam përshtypjen. Kjo është ndjesia që pata. Do thanë njëtën gjë. Dhe zoti Çela përgjithësi mban fjalime politike dhe jo por që kanë jashtëzakonisht drejt, sepse është bërë skandal, masat e sigurimit arrest me burg, pa fat, është bërë skandal. Paralajmërimi i Çelës, deklarata e Xhafajt, heshtja e socialistëve të tjerë, mos do të thotë që SPAK-u mund të përballet, e kam dhe për ty dhe për trashëgimin, dhe për gjithë në fakt, mund të përballet me këto ndryshimet e famshme ligjore që detemi do ja bëjnë ndoshta edhe më të vështirë. S'po them pa mund, por më të vështirë ndryshimin e korrupsionit. Personalisht e shikoj Partinë Socialiste shumë të përqarë, edhe të përqarë më shumë nga intrigat dhe për ambicet për pushtet dhe nga hakmarrjet brenda llojit, se sa të kenë atë strukturë, atë dinamizëm që të bëjnë ndryshime për ndryshuar SPAK-un ose kompetencat që ka SPAK-u. I shoh klane, hakmarrse, mbrapa krave bëjnë zhurmë dhe bëjnë shumë intriga, kurse kur është puna e parlamentit, pastaj janë këto vendimet politike për heshtje që e thash edhe një herë që flasin më shumë se sa zhurma. Trashëgim. Kam përshtypjen se do shkohet drejt kësaj, sepse e para është kemi një sistem burgjesh që është totalisht i ngarkuar, dhe kur flas për këtë kam fjalën për shkeljen e drejtave të njeriut, ka raporte penalizuese dhe negative nga organizata ndërkombëtare që i monitorojnë sistemin e paraburgimit edhe të burgjeve, pra ka mbingarkesë në burgje. Dhe pavarësisht se zoti Çela sot e preku si çështje në parlament dhe u duk sikur krijoi një lloj sensibiliteti. Për një person caktuar, nuk bëhet për masën e madhe dhe të burgosurve, ëh? Unë jam dakord me atë që tha avokati pak më herët që është edhe si mjet korrupsioni, por duhet kemi parasysh diçka që masën e vendos gjykata, e kërkon prokurori, por brenda sistemit të gjykatës dhe të prokurorisë, paktën unë si gazetar kam perceptuar një gjë që kur një gjyqtar apo një prokuror kërkon burg, e flim mendjen edhe nga kontrollet dhe nga inspektimet dhe nga çdo rast tjetër nga frika e penalizimit. Pra thotë që nuk kam penalizim, jam treguar. Sepse fund fare kërkova burg. Po tani nuk akuzon dot njëri që në këtë drejtim. Jo, s'akuzon dot njëri që unë i dashim në këtë drejtim ishin të dyja raportet, edhe i zotit Çela dhe i zotit Dumani, numri i pafajësive është shumë i vogël. Në fakt, në Shqipëri, pafajësit shikohen si një rast që bën me dyshime dhe gjyqtarin dhe prokurorin. Kur në fakt, në përvendet e zhvilluara, vetë prokurorët që kanë shkuar atje dhe kanë shkëmbyer eksperiencë, thonë që rasti i pafajësisë shihet si një rast suksesi, që një avokat dhe një person arriti që të provojë pafajësinë e tij dhe të dali se tregon që sistemi funksionon. Tregon që sistemi funksionon. Patjetër, dhe që provat barazia e palëve në gjyq funksionon, sepse nëse flasim për arrestimin e avokatit, unë jam totalisht kundër, sepse ajo prish barazinë e palëve në gjykat. Dhe nëse një prokuror nesër çmendet në thonjza, atëherë avokati është garanti i tij. Dhe sikur një i pafajshëm në burg është një kostë shumë e lartë. Është institucioni vetëm faktikisht. Muhabeti para burgosurve nuk është bërë sepse politika po qan edhe kryeprokurori po qan hallin e masës madhe shqiptarëve që vërtet shkojnë në burgje për krime ordinere, por e dim shumë mirë që është për arsye politike që po bëhet gjithë kjo gjë. Pra e thoni që për emra është problemi për emra këtë mitur që mbajnë për burgje me trafikant, me killera, me vrasës, të mitur. Nuk e shalli i emrave të përveçëm, absolutisht jo. Pse? Sepse
faktikisht edhe emrat e përveçëm, kushdo që tjetë, madje unë do thoshe edhe për Ilir Metër, edhe për Sali Berishin e tjera, masa e sigurimit nuk është dënim. Ne këte nuk kuptojmë. Dhe Strasburgu, disa gjobat rënda i ka dhe në shtetit shqiptar, se e konsideron masën e sigurimit sigurisht dënim. Masën e sigurimit është, ti mund të japësh masën e sigurimit të dënim paraqitje, e heton në gjendje të lirë, dhe kur vjen problemi e dënon me 30 vjetë burg, do vetë bëj burgun. Kurse ne... Rasti Sarkozy. Që u dënuan gjënë, që pasaj shkoj me këm të vetëm. Do mos do. Ja si është. Nuk i kur në Zvicër të aratisit. Edhe po të arratisen një zemë në që është bere vogël bota. E gjithë bota e ka problem, edhe perëndimi ka problem këtë gjë. Po ju them vetëm i shifër, ose po ju them aktin e Hashim Thaqit, i cili ka 5 vjetë. Ai nuk është shasi Kosovës, e mos arro. Se është dhomë e importuar atje, por shasi Kosovës. E gjithë bota e ka problem dhe sigurisht e duhen liruar. Po të them një shifër. Ka problem pa ma tentojnë të zbrazin burgjë. New Yorku ka rreth 100.000 të burgosur. Po ka kapacitetet burgu vetëm për 5.000. Për 5.000 të burgosur. Që do në statistika publike. Problemi është që duhen lecuar, po alarme të mëdha, shumë të mëdha. Prokurori, për mendimin tim, ka një që më ranë sy me njerë, nuk mund të kujt janë kohët prokurori, dhe kujt janë kohën këta të rëspakut. Kujt janë kohën, do me thënë, këta vete, kjo është vetë, do shkoj të azidhun, apo ju, apo i dajeti do të azidhë. Duhet marrin fatet e tyre në dorë. Kjo është. Ata në kohën para publikut, se po nga kërstënojnë. Duhet mos bëjnë atë që thotë trashëgimi, që kanë frikë nga masat dhe të ta rasun burgët se ti e mregull me vetën tim. Me ekstremin e nenit të kodit penal. Me ekstremin. Se ajo nga gjoba deri në bërë që në regull për karrierën e vetë. Ndërkohë se jemi regull ne ama, këtu është problemi. Faleminderit Birsida, faleminderit avokat, faleminderit Regjim Frok, në si gjithmonë. Bashkë do takohemi si ju thash në ora 22 me Zërin Shqiptarëve me një sondazh pikërisht për perceptimin që ka publiku për punën e deri tani SPAK që koincidon me fundin e epokës Dumani. E pat një tabelë anëzore, po ju siguroj që rezultatet janë super interesante. Bazë ushqimi në ora 10, qëndroni në ABC News, Sali Doshi me report pas pak. Sa nga ata që bëjnë pyetje janë ata të cilët po hetohen, janë ata të cilët po verifikohen, ata të cilët do shkojnë në burg. Është sigurt, disa nga ata. Bonin pyetje gjithmonë mediokre, si përfaqëshme dhe emocionale për të mburur përpara kryetarit tyre të PD-s, kush e kush ishte më shumë servili ti. Kur vjen drejtori i burgut dhe këta e duan ta vrasin. Domethënë drejtori i burgut ishte Dumani dhe këta të tërë ishin të burgosur, realisht. Kjo kalendarë gjithë të sokoli është shumë i vërtet. Pra ndodhet për para kësaj që bën dinamikën e gjërave, por goditet që ka marrë krimin organizuar këtë 3 vjeçar. Jo, kjo është vërtet. Nuk krahasohet me asnjë lloj viti tjetër të mëparshëm. Një shekull shtet shqiptar. Dumani faktikisht me përjashtim të hetimit të çështjes ndaj ish presidentit Ilir Meta, edhe asaj mase sigurie që u mor për korrupsion të lartë, të tjerët pasaj i zbeu. Aty ka peng politikan që rinë vetëm ato skaje të cërë, rinë kështu. E diti që ka politikan që bëjnë pazare, bëjnë lobime, edhe votat KLP-je, për drejtusin e rritë SPAK-ut dhe për drejtusin e BK, se BK-ja qa është fundi-fundit. Cjellë në informacion, këta hetusit.